حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاطمة طحاوي رحمة الله عليه ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. Prej parimeve, rregullave të ehlës sunnetit dhe xhamatit, pjesë e akides e imanit, është që njeriu kur të pyetet në çështje të dinit, po edhe të dunjas, por fjala është për çështje të dinit. Kur të pyetet njeriu dhe nuk e din, dohet me thanë Allahu a'lam, Zoti din. E njeriu pyetet për çdo send, për çdo gjë ka mundësi të pyetet njeriu, për gjërat që i din dhe që nuk i din. E dija është e madhe. Është pyetur pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, dhe në shumë gjëra nuk ka ditur më përgjigj. Por kur nuk ka ditur, ilmin, dijen e asaj që ka është pyetur për te, e ka kthyer te gjithdijshmi, te Allahu i madhruar. E asnjëherë Zoti mos e dhasht nuk ka folur pa qenë i sigurt, e pa ditë. Andaj edhe ne do të ndjekim të njëjtën rrugë, nuk gëzojmë të flasim në dinë të Allahut pa dije. Sepse ai i cili flet pa dije, pa njohuri, ai e ka pasuar epshet e tij. Nuk dën me pranu se nuk e din. Nuk dën me ranë nivel të atyre që thojmë nuk e din, sepse mendon që ulet. Në realitet nuk ulet, por ngritet. Se çdo njeri në këtë dunja, sa do pak që ka njohuri të përgjithshme, e ai që të pyet, ai zakonisht diçka din, se vetë që po din me të pyet diçka din, e ka të qartë se kërkush këtë dunja nuk i diton atë. Dhe se dija shumë e madhe, e njeri është i vogël, në krahazim me dijen e madhe. Pra të arsye Allahu Azza wa Jall pra quan pasim të epsheve ata i cili flet pa dije. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. A ka më i humbur, më ndalalet, më i humbur se sa i cili pason epshet e tij pa dije, pa udhëzim nga i madhi Allah Azza wa Jall. Dhe ka thonë Allahu: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Dhe ka prej njerëzve të cilët polemizojnë në hak të lartmadhërisë Allahut pa ilm. Fletën din pa ilm, pa dije. ويتبع كل شيطان مريد, dhe ai pason drejtjen në mallkuar, sepse drejtja shtyen atë, ja jeshon me fol edhe pa dije. Kryesor mos me mbet pa u përgjigj. Meselja është, apo çështja po enta është këto se në dinë të Allahut do të flasin ulemaja. Dini i Allahut do të ruhet më shumë se sa sytë e ballit. Dini i Allahut është diçka shumë i madh. Është tepër e rëndësishëm. Dhe se një pjesë e madhe fraksioneve të njerëzve, shoqërisë tonë, kanë humbur, kanë rënë dalalet, se rezultati asaj
që janë mundue me fut mendjen në fe, në din të Allahut, pa dije. Kanë folur pa dije. E ai cili flet pastaj pa dije dhe ngul këmbë diçka me thonë, ai nuk ngoran edhe me filozofu. Nuk ngoran edhe me keq komentu, sepse komenton për mendjes ti, edhe me gabu, edhe me deviju krejt tekstin, ajetën apo hadithin dhe qëllimin e tina për të cilin ka ardhur. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam jo rrallë herë kur është pyet, ka thonë Zoti din, edhe Allah ka urdhëruar me thonë Zotit. Pra, ai është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe me gjithat e dohet me thonë Zotit din. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Thuaj, Zoti të din sa kanë qenë ata në shpellë. Kur e pyetën për banorët e shpellës, kush janë, sa kanë qenë, si ka qenë puna e tyne, thuaj Allahu alem, Zoti e din. Ai cili thotë Zoti e din, ai të është përgjigjur, kështu kanë thënë ulemaja vjetër. Men qale Allahu alem, faqad ajab. Ai cili të thotë Zoti e din, ai të ka përgjigj ty. Të mos thë njerëz mos pam përgjigjesh, të është të përgjigja Zoti e din. Unë nuk e di. Sigur se me thonë dikuj, për diçka shko te filani sa i din, ty i përgjigje njeriu. Ti dha gjavab për drejtohet njeriu. Edhe këto me thonë Zoti e din, Allahu a'lam. Nuk e di. Ka ardhur Imam Maliku rahmetullahi alayhi një njeri prej Irakut në Medinë, do me thonë ka ecur një muaj ditë gati. Ka dëgjuar që në Medinë është një alim i madh. Edhe ka përgatitur 70 e sa pyetje me vete. Dhe kur ardhi në Medinë e takon Imam Malikun dhe e pyet njën nga një. Imam Maliku vetëm 4 i përgjigjet. Në të gjitha pyetje tjera thot Allahu alem, Allahu alem, Allahu alem. Radha, Zoti din, Zoti din, Zoti din. Sa që ai pyetsi hidhrohet si duket. Qyshon erdha për atjehet. E të gjithë njerëzit kanë dëshmuar se je njëri më i dijshëm në këtë vend, e ti kaq pak më përgjigje, tha Allahu alem, Zoti din. Se duket këtu Imam Maliku rahmetullahi alayhi deshi me dha një ders atij dhe një edukat që njerëzit mos e shejtrane. Mos shejtrane njerëzit. Sepse nëse mendon që njeriu do të më di çdo send dhe do të më të përgjigj çdo send, te atë ke bërë të madh, shumë të madh, ke bërë të shejt. E pejgamberi Zotit nuk ka më madh se ai. Dhe Allahu po urdhëron te bareke ve teala që shta më herët, me thonë nuk i di. Nuk i di, qulillahu a'lam bi'iddatihim, Zoti din numrin e tyre, për shembull surat Kaf. Unë nuk i di ku jetë dhe unë. Ebu Bekri radiallahu anhu është njohur, është përcjellur prej tij ai cili ka thonë, kur ka ardhur për shtet, kur është pyetur diçka, cila tokë mban mu, dhe cili qiell u mban për fundit, dhe më thonë rrin mi mu, nëse në flas në librin e Zotit pa dije. Edhe ishte Ebu Bekri. Eju ardhin të qilluni, wa eju semain të dhilluni, in qultu fi kitabillahi birra'yi. Qyshim me fol në dijet e Zotit, në Koranin e Zotit, o fjala në Islam, pa dije. Nuk e di, ose kam harru, edhe kaq.
Omeri radiallahu anhu jo rallëherë, kur pyetej për diçka, jo që mjafton të më thonë nuk e di edhe kaq, por i mbledhte burrat më të mëdhej sahabë shokët e tij. Në shumë mesele dhe bën të debat madh mranda në xhaminë e tina. O ju njerëz, a ka kush ndonjë dije në qëtë mesele sepse më është paraqitur e unë nuk e di. Dhe meselet e tina të njohura që i kam mbledhur sahabët. Kështu ka qenë kulturë dhe edukat në kohën e aty në burrave të mëdhej. Es-selefus salih, në gjeneratave të para, Imam Tahawi rahmetullahi alejhi e ka këtë sënim që musliman duhet jenë të edukuar, mos flasin në hak të lartë madhërisë të Zotit, se komplet për din ke folë në hak të Zotit, pa dije, sepse leqit devijon vetë dhe humbë dhe ngarkohesh, por dini Allahut kështu devijon. Kështu devijon dini Zotit, se njerëzit e marrin din atë që ka thote, e njerëzit gjithmonë dinin e tyre, akiden e tyre, iman e tyre kanë marrë për i të parve të tyne. Gjithmonë. Për i të parve të tyne kanë marrë dinin e Allahut. Sepse se ka një Zoti, ka thëtë. As nuk e ka lexu, as nuk din me lexu, as nuk din me gjetë ku, por të ka besuar në din, edhe në dije, në dije, në njohuri, edhe në din, në sinceritet. Dhe punon, shkon si bas fjalëve tua. Për atë arsye ulemaja kanë thënë, rahmetullahi alejhim, Allah i pas më shëru, se feja e një njeriu të thjesht është feja e mëftis që ai e pyet, e konsulton dhe qëndron pranë tij, na jeton me te. Nuk është të thonë njeriu prej këtujt me shkue për meselit din me vetë hoxhën e Mekës, e të Medinës, e të Irakut, e të Egjiptit e tjerë, apo për atjet me ardhë ka. Edhe është të pamundur në gjë e tillë, por qatë hoxhë, qatë mëftit i cilën e ka afer, dhe i besën dijen e tij dhe në dinin e tij. Dhe kështu më radh njerëzve projnë katër anë të botës. Dhe imagjino tash ata njerëz, sa shumë janë për botë, po të kishin thonë fetë Zotit me mendin e tyre, pa njoft fen, ata do të kishin deviju. Dhe kështu dini humbë, kështu dini devijan, e ne si musliman e kemë për obligim, dhe kemë parim me rujt dinin e të madhe të Allah Azza wa Jall, më shumë se sa dritën e syve që mundohu me rujt. Se dini Allahut është më i shtrejt, është më i çmueshëm dhe më i vlefshëm se sa sytë e mi dhe sytë e tu, dhe sytë të gjithë neve, dhe se jeta jonë krejt. Dini është më i vlefshëm. Dohet këtë din që kemi marrë të shëndosh, edhe ta përcjellëm të shëndosh. Kështu ka qenë rregull të muslimanët, dhe me emër të Zotit ka me mbetur rregull, për ata si është rujt këtë din i shëndosh, edhe ka me o transferu, edhe pas një më përcjell e shëndosh. Ata të cilët, ato fraksione, kanë folur në dinin Allahut pa dije, natyrisht se kanë rëshitur, por Zoti nuk i ka shtuar bereqet asnjëherë. Thot Imam Tahawiu në vazhdim, Zoti pas mëshiruar, wa nara al-masha al-khuffayni fi as-safari wal-hadar, kama jaa fi al-athar. Pjesë e akidës së ehli sunnetit dhe xhamatit është me pa legjitime të lejuar halal dhanjen mes mesteve. Kjo është mesele e fikut, nuk është mesele e akides. E pse ka cek Imam Tahawiu këtu? Imam Tahawiu ka cek sepse rafidhit, shijat, nuk e shofin legjitime dhanjen mes mesteve.
E muslimën të parë, çdo send që e kundërshtojnë rafidit, shijat, e kanë numëru pjesë të akides, sepse ata na kundërshtojnë shkak dini. Për atë arsye ka thënë Imam Abu Hanifja, e natërisht Imam Tahaviu e përcjell akiden e Imam Abu Hanifes, rahmetullah alejhim, kur e cek definicionin e akides të ehlesunit dhe gjematit, thot Abu Hanifja mes tjerash, wa an tufaddile الشيخين وأن تحب الختنين وأن ترى المسح على الخفين. فبيس عقيدة أهل السنة تشت ما يضلوا ما يبتشوا دو شيخات أبو بكر ذا عمر من نمرو ما تمير كالدنيا الرافضيت يمالكوين تدت بيس عقيدة ai cili nuk thot vepran ashtu nuk është në akide ehle sunne dhe xhamaa. Wa an tuhibba al-khatanein dhe me i dash dy dhënurt. Dy dhënurt ka për qëllim me i dash dhënurt e pejgamberit Osmanin dhe Aliun. Të dytë kanë qenë dhënurt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që me i dash, por jo me ngrit mbi Abu Bekrin dhe Omerin, sepse shijat rafidit që të trekta i mallkojnë dhe mbetet Aliu të ta. Dhe Aliun e ngrisin mbi të gjithë. E jo, nuk është akide ehle sunetit dhe xhamatit ajo. Akide ehle sunetit është an tufaddil shaykhain, me i dallua dy shejkhat. O fjala Abu Bekrin dhe Omerin. Wa an tuhibba al-khatanein, por me i dash dy dhënur të pejgamberit, Osmanin dhe Aliun. Wa an tara al-masha al-khuffain, dhe me e pa legjitime të lejuar shariat dhënien mes të mesteve. Shijat këto nuk pajtojnë. E natërisht nuk pajtojnë sepse kanë folë dinin e Allah që cek më herët pa ilm ata. Pa ilm, pa dije. Kanë folë me hepshe. E si të thoshte se unë do të pasej vetëm filanën dhe tjertë nuk din asnjë në këtë dynja kur gjë, problema kjo punë. Ata kanë klasifikuar sahabët e pejgamberit, i kanë marrë 6-7 se i kanë duft, sa kanë pa që pju konvenan, dhe krejt të tjerë të kanë mallkuar. Dhe i kanë akuzuar për tradhti dhe për devijim krejt, se kanë dalë prej dinit dhe kanë devijuar edhe Kur'anin kinë se Allahu na rujt. E muslimat i kanë dhënë rëndësi kësaj çështje që kanë kundërshtu shijat. Dhënia mes mesteve është pjesë e ehle sunnit dhe xhamat. Ti a jep mes ta nuk i jep, është punë jotja kur mos i jep, por duhet me pa muslimanët të lejuar dhënien mesteve. Fis safari wal hadar, ndashkurie udhëtar, 3 ditë të rinet, ndashkurie vendas, 1 ditë e 1 natë. Me rëndësi është me pa të lejuar, të e praktikon. Ajo është në islam nuk qenë pesh është e lejuar, plotësisht nuk ka dert. Sepse kanë ardhur me 10 hadithe. Mbi 70 sahabi, rahmetullah alejhim, pra me 10 sahab, kanë transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes mesteve. E ata që kanë transmetuar janë të cilët kanë qëndruar me te, kanë nejt me te, natën, e ditën, e kanë udhëtuar në rrugë, në shtëpi, në luftë, në paqë, e kanë qitë ujë me marrë abdest, e kanë qëlluat kur ka marrë abdest. Njëri që qërë 24 orë është e pamundur me i këtë sene. është e pamundur. Por shijat nuk e pranojnë një gjatë të tillë. Për atë arsye për gjëra që dallohen shijat për ehle sunetit është edhe mospranimi i dhënies mes mesteve. Thash natyrisht kjo është çështje fikut, për atë arsye edhe nuk ka nevojë me hyrë në detaje, sepse nuk ka vende në akide, por çështja është këto se është pjesë e akides së ehle sunetit në kundërshtim me rafidit. Zoti din më së miri, wallahu alem, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa
هدي